Rivarrimi i dëshmorit Hajdar Pepaj. Sot jemi mbledhur për një ditë që bart peshën e dhimbjes dhe madhështinë e krenarisë sonë kombëtare. Një ditë që na rikthen te plagët e luftës së viteve 1998-1999. Por njëkohësisht na bashkon në nderim e përulje para sakrificës më të lartë. U mbajt një minutë heshtje për të gjithë ata që dhanë jetën e tyre dhe ndëruan këtë këmbë. Hajdari u lind me 13/5/1958 në Kodrali. U lind dhe u rrit në një familje të urtë dhe bujare. Shkollën fillore Kleu në Irziq, gjimnazin në Deshan. Shi i ri u desht punonte për të siguruar ekzistencën e familjes. Punoj në fabrikën e mobileve masive në Deshan, punoj aty derisa regjimi serb i largoi me dhunë prej punës atë dhe kolegët e tij. Ishin fillim vitet e 90-ta, vitet që Serbia po shtonte dhunën dita e ditës, por shqiptarët as se si nuk pajtoheshin me gjendjen e krijuar nga pushteti serb. Edhe Hajdari, si të tjerët, ishte aktiv në lëvizjet e kohës për krahjes e pjesëmarrjes në protesta, greva e demonstratat e shumta. Krah djemve të Kodralis e të Deshanit. Ai e deshi jetën, familjen, vendin, por më shumë deshi lirin. Me fillimin e luftës çlirimtare në Dugazhin e në Glogjan, Hajdari pa hezitu u mobilizu si ushtari i USHK-s. Shkoi në Shqipëri për të sjellë armatim. Ishte i urtë, i respektuar dhe i dashur për gjithë. Detyrat që i merrte i kryente pa fjalë e me përkushtim. Hajdari me shok ishte i palekundur dhe i vendosur për luftë. Mori pjesë vazhdimisht në vijnë frontale në gërdajat e Carabregut, pjesë e vijës së luftës përgjatë magjistrales Deçan Gjakov, pikë frontale kjo që për muaj e mbanin djemt e Kodralis për krah djemve të Carabregut dhe të Irziqit. Gjatë luftës u zu rob nga forcat serbe, Hajdarin me mikun e tij Xhamsat shehu nga Prejlepi i burgosen, nga mali i zi i transferuan në burgun e Pejes për t'i dërguar me vonë në burgun e Dubravës, ku aty vuajti dënimin deri në fundin e jetës së tij. Ndajmë kujtime me juve. Citojmë djalin Salihun, gjatë vizitave që i bënte Hajdarit në burg bashortja e tij, ai çdo herë dhe në ato momente të rënda për të dhe jetën e tij, mendjen dhe zemrën e kishte të fëmijët e tij të vegjël. Çdo herë pyeste për Salihun dhe për vajzat Leonorën e Leutrinën. Në masakrën e burgut të Dubravës me datë nga datat 19-24 maj 1999, ku vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën rreth 300 të tjerë, me datë 22 maj u vra dhe Hajdari. Është
identifikuar ditë me parë dhe sot po e rivarosim në vendlindje. Emri i Hajdar Pepajt i gdhendur në altarin e lirisë, së shpejti i gdhendur edhe në këtë lapidar, bashkë me dashmorët e Kodralisë, behet edhe më i pavdekshëm. Ai po kthehet përfundimisht në gjirin e vendlindjes, aty ku i takon të prejet i qetë mes dëshmorëve të fshatit Kodrali. Të rënët për adhesi Hajdari nuk vdesin kur, ata jetojnë për gjithmonë. Të nderuar familjarë të dëshmorit Hajdar Pepaj, sot dhimbja juaj është dhimbje të gjithë neve. Le të jetë ky rivarrim në ngushëllim për shpirtin tuaj, duke ditur se bashorti juaj, babai dhe gjyshi juaj, vellau i juaj, bashkëluftari, bashkëqytetari ynë, tani do prejet i qetë në vendlinjen e tij të lirë dhe në lirinë që ai vetë e ndroi. Pas kësaj fjala ju drejtua kryetarit të komunës së Deçanit, zotrit Bashkim Ramosaj. Të nderuar shumë të respektuar banor të fshatit Kodrali, të nderuar familje Pepaj, ngushëllime, lavdi e përjetshme për dëshmorin e kombit Hajdar Pepaj. Është një porosi që po na vjen mas 27 vitesh dhe është një tregim që edhe sot bëhet në Deçan. 90 familje kanë me pas një tregim që të cila për vete, a thu kur kanë me gjetë ma dashën e dy tyne, që me pas një varë ku vendosin lule e komunën me thonë e fjallë. E shumë të nderuar bashkëluftar e sidomos bashkëvujtës në përburgje që e keni pas kolegë Hajdarin, po e shoktu Rasimin, Florimin, Demen, ndoshta edhe nakon tjetër, po nuk po mri me emrin tonë, mi përshëndet. Problemi i porosisë që e tha Bekimi kur u lidh të familja Jasharajt, të familja Aradinaj, që është thirrje për bashkim. Edhe sot, mas 27 vitesh, kur ne po e varrosim dëshmorin Hajdar Pepaj, ende kemi nevojë me qenë bashkum. Me qenë bashkum e mja ditë kemetin, mja ditë vlerën e lirisë, për cilën është pagu një çmim tepër i madh. Një çmim që është çmim i gjakut, e që është vujtje, sa nana e sa prindi ka shku në atë botë, pa e ditë ku e kanë varrin e fëmijëve dvet, e djemve e vajza dveta. E po vazhdojmë edhe sot me pas këtë makt në Kosovë, në qytetin e Deçanit, po se po. Lavdi ushtrisë qëllimtare të Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit, e unë e kam vetëm një thirrje. Dunë njëri tjetrin më shumë, respektoni njëri tjetrin më shumë, dijani kymetin shtetit pavarur që është Republika e Kosovës. Lavdi e përjetshme. Fjalën mori ish kryetari i komunës, ish deputeti, veprimtari dhe ish i burgosuri politik, zotri Rasim Selmanaj. Shumë e nderuara familje dëshmorit Hajdar Pepaj, të nderuar qytetarët pranishëm. Ky rivarrim s'ka si të mos më thej kujtesën të masakra në burgun e Dubravës. Ishte fundi i majit vitit 1999. Kishim mbjetuar torturat pafundme gjithandej në përkazamatet serbe. Me qindra herë kishim pritur vdekjen nga mizorit serbe, por asgjë na kishte shkuar mendja se Serbia po përgatiste ekzekutimin e të gjithë burgosurve dhe me pas të akuzonte NATO-n. Me 19 maj deri me 24 maj 1999 u ekzekutuan mbi 120 shqiptar të burgosur, ndërsa mbi 300 të tjerë u plagosën. Ishte ky një gjenocid i pastër që Serbia fashiste e Miloševićit po e zbatonte sipas një skenari kriminal të përgatitur nga vetë kreu i shtetit serb. Nga Deçani, në burgun e Dubravës mbetën të vrarë për të mos vdekur kurrë Hajdar Pepaj, Zek Hasanmetaj, Naim Kurmeaj, Adem Jasici, Gani Lekaj, Dervish Sylaj dhe Met Osmanaj. Të nderuar pjesëmarrës, shumë çka
nga torturat që i kishte përjetuar Hajdar Pepaj në përburgjet serbe, i ka mësuar pas vrasjes së tij. Në burgun e Mitrovicës së Sremit, nga miku im Xhamzat Shehu, i plagosur rënd, i cili vdiq pas lirimit nga burgu si pasojë e torturave dhe plagëve. E dashura familje e dëshmorit Hajdar Pepaj, rruga dhe fati familjarit tuaj ishte rruga dhe fati i një ushtari të UÇK-s. Ishte rruga dhe fati i një të burgosuri politik. Ishte rruga dhe fati i Kosovës. Ndërsa sot, Hajdar Pepaj është dhembja, është krenaria e Kosovës. Të nderuar pranishëm, burgu dhe lufta ishin fati i shqiptarit ndërshekuj. Të dyja këto i përjetoi Hajdar Pepaj, për të kthyer sot në sinonim të luftës e të burgut, në sinonim të lirisë së Kosovës. Udhëheq të pritëshin 3 dekada për një copë varr, për një copë tokë në lindjen tënde, Kodrali Selar me gjakun e dëshmorëve. Burgu i Dëbravës ishte vendi ku ndanim të njëjtin fat me Hajdar Pepajn dhe me shumë burgosur tjerë. Disa mbjetuan, por jo dhe shumë shokë të tjerë u përjetësuat në lavdinë e kombit. Miku im i burgut, pushon paqe, tashmë je luftëtar e dëshmor me varr, pra nuk je dëshmor po varr. Përjetësisht do të mbetesh në kujtesën historike si lapidar i lirisë së Kosovës. Lavdi dëshmorit Hajdar Pepaj, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Në emër të Komisionit për Persona të Zhdukur, foli dhe zotri Kushtrim Gara. Sot këtu në Kodralin heroike, jemi mbledhur që t'japim lamtomirën dhe të rivarrosim me ndërimet më të larta Hajdar Pepaj, birin e kësaj toke, ushtarin e lirisë, fati dhe vendodhja cilit për të 27 vite ishte e panjohur, edhe fati dhe vendodhja cilit mbeti plagë e hapur për familjen, për bashkëluftarët dhe për Kosovën. Emri Hajdar Pepajt në këto 27 vite ishte në listën e personave të zhdukur me forcë. Por edhe emri Hajdar Pepajt, ashtu si gjithë viktimave të zhdukës me forcë, nuk është vetëm një emër. Ai ishte viktim ose një jetë e këputur dhënshëm, i vrarë e i zhdukur nga krimi gjenocidal, nga krimi që Serbia kreu në Kosovë. I vrarë në masakrën e Dubravës, por që për këto 27 vite mbeti në dhembjen e familjes, në pritjen e gjatë për të vërtetën dhe në shpresën që një ditë do të kthehej me të dashët e tij. Sot kjo pritje merr fund, por nuk mbaron dhimbja. Nuk mbaron pesha mungesës që familja Pepoj ka mbajtur mbi supe për afro 3 dekada. Andaj edhe sot, në mënyrë veçantë këtë ditë, të rëndë për familjen, me respekt për ulmi para familjes Pepaj, para durimet dhe qëndresës së familjes. Dhe më lejoni që edhe ne me të kolegëve të pranishëm, kolegëve të komisionit, kolegëve të drejtorisë policisë për hetimin e krimeve të luftës dhe gjitha institucionet përfshira në këtë proces, që përcjellim ngushtimet më të sinqerta. Dhe kur jemi tek respekti për familjen, me mirëkuptimin tuaj po i ndaj vetëm më 2 fjalë. Sepse identifikimi i Hajdar Pepajt pas 27 vitesh u bëj mundur edhe fal bashkëpunimit familjarëve ose familjeve të tjera të viktimave të luftës, cilat përkundër që kishin mbyllur, po e them kushtimisht këtë lagë qysh në vitet e para të pas luftës, ata vazhduan kontribojnë, vazhduan bashkëpunimin, vazhduan përpjekjen që të tejkalojnë dhimbjen e tyre për lehtësuar dhimbjen e tjetrit. Dhe ky është një solidaritet që lind nga dhembja e që shndrohet në forcë për të mos lënë asnjë viktim në harresë. Andaj sot kur të nderojmë Hajdar Pepaj, kur nderojmë familjen Pepaj, nderojmë edhe mira familjen nga mbar Kosova, që dhanë më të shtrenjtën, që dhanë gjithçka nga vetja për lirinë e vendit tonë. Prandaj respekt dhe mirënjohje më të thellë për familjen Pepaj dhe për gjitha këto familje, Hajdar Pepaj dhe gjithë të rënëve në altarin e lirisë përjetësisht lavdi. Ndërsa kryetari i fshatit Kodrali në emër të banorëve mbajti fjalën e rastit. Ishte prilli 1998. Hajdari nuk e pranoi terrorin serb as okupimin.
ju bashku e luftës dhe e zgjodhi rrugën më të mirë të mundshme që Kosova tjetë e lirë. Ishte ushtari rregullt, i vendosi 3 germa të arta në uniformen e vetë. 27 vite për familjen dhe për fshatin pat vetëm dhimbje dhe lot, kurse sot nuk kemi dhimbje, nuk kemi lot, por kemi krenari sepse në emër të fshatit Kodrali bashkëluftarëve Hajdarin e rreshtojmë me 13 dëshmorë të fshatit Kodrali dhe 4 martiret. E vendosim të Naseri, Saliji, Përparimi, Valjanti, Nimoni, Skeneri, Bylbyli, Shaqja, Njazia, Bashkimi, Ismeti, Shpendi, Zeqa. Të martiret të Ramadani, Haliti, Isa dhe Besjana. Kodralim, Hajdarit i themi që t'ju thot dëshmorve se Kosova është e lirë falë gjaku tyre dhe është shtet sovran i pavarur. Dhe le t'ju thot dëshmorve se Kodralia përjetësisht i nderon dhe e ka punuar lapidarin që do të gdhenden emrat e tyre në këtë lapidar. Lavdi e përjetshme, ju falënderit. Në emër të organizatorëve të komunës së Dëçanit, Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe të fshatit Kodrali, e përmbyllim këtë ceremoni të rëndë në shpirt, por të shenjët në kuptim. Le të vazhdojmë me homazhe pranë arkivolit të tij dhe për ta përcjellë më pas drejt banesës së fundit, aty ku toka e tij e pret, për ta rivarrosur me ndërim që i takon dëshmorit të kombit, sepse disa dhimbje nuk kalojnë kurrë, por vetëm mësohem të mbajmë me krenari, dhe disa emra nuk harrohen kurrë. Ata bëhen pjesë e përjetshme e historisë sonë. Hajdar Pepaj nuk do të kthehet vetëm në tokë, ai do të kthehet në zemrat tona, aty ku do të jetë për jetë. Sot me dhimbje të thellë e me ndërime të përjetshme, po i rivarrosim në Kodrali dëshmorin e kombit Hajdar Pepaj. Rivarrimi i një dëshmori nuk është thjesht një ceremoni, është një akt i shenjët, një kthim i dinjitetit, një përulje e ndërgjegjes son para atyre që e dhanë jetën për lirinë e vendit tonë. Është një kujtesë e gjallë se liria që e gëzojmë sot është e shkruar me gjak, me sakrificë, me dhimbje dhe nuk shuhet kurrë. Është ndërim për luftën e lavdishme të UÇK-s dhe për çdo zemër që rrahu për këtë tokë.
lutën i Zotin se cili prej jush sepse dëshmorët, shahedët, ndërmjetësojnë për ne që jemi të gjallë në botën tjetër, prandaj ta lutim Zotin që këtë shahed të dëshmorë që po vorosim sot, e dëshmorë që i kemi voros për përpara, e ata dëshmorë që i kemi dëshmorë pa e thoma në shtetë, një varë për ta ku më lutë të ta dhe ku me bo doa për ta, që jenë ndërmjetësus të ne, për familjet, për ne, në ditën e gjykimit tek Zoti i Madhreshëm. Edhe njëherë i përjetshëm qoftë nderimi dhe kujtimi për ta, e Zoti i mëshiroft, e Zoti na bof që ne kur mos ta harrojmë sakrificën, mundin dhe angazhimin e tyre.